po nëse kushëria ato ka presim me atje. Nuk është tek kjo. Është e vërtet, hajde rishikojeni atje. Nuk është tek. Edhe turp të keni, turp. Të gjithë me emra, turp të keni. Turp se nuk është tek. Legenda. Legend janë burrat, jo ti e burru legend. Po du se vajta ditë të prashtë në i tregatë, atë burri vaj kontent. Hajde të ma tregohu atë, burri vaj kontent. Ma tregohu legend, tishte montra jote këtu, do i thoshe legend. Tishte montra jote, do i thoshe legend. Nuk i dash kom pasuar. Jo, ajo e do i thoshe legend mëse montre tja. Tishte montre tja. Atëherë, siç e pat edhe vet, pati një moment tensioni, sepse antari i Këshillit Bashkiak zoti Ëngjëll Shyti u ngrit edhe na kërcënoi për shkak të asaj që thash unë, por në moment acarimi, tensioni, sepse kuptohet pasi u miratua vendim për cilin ne ishim totalisht kundër dhe ne i paraqitëm të gjitha argumentet, kryetari i bashkisë tha jo, këto janë teka, është e pavërtet. Dhe deri në momentin që situata ishte shumë e qetë, shumë normale, çdo gjë ishte racionale. Pra të gjitha argumentet që paraqitëm ne dhe i kemi paraqitur vazhdimisht, dihen dhe janë shumë të arsyeshme. Në këtë moment kryetari i bashkisë tha kjo është tek edhe hajde ta miratojmë vendimin. Pra kjo është e papranueshme. Kështu që nga ky moment ndodhi edhe tensioni me antarin e Këshillit Bashkiak. Tani, ajo çfarë duhet dihet me siguri, ne nuk kemi për ta lënë këtu këtë punë. Edhe për këshilltarët turp të kenë, ata që kanë mbajtur këtë qëndrim që nga fillimi, ata që e ndryshuan më vjen shumë keq që duhet të gjendeshin përballë kësaj situate. Ose që ata ishin të detyruar të ndryshonin bindjen e tyre, është e papranueshme. Më vjen realisht keq për gjendjen ku janë, për ata, jo për mua. Kështu që praktikisht kjo punë nuk ka për të ngelur këtu. Të gjithë ata që votuan për turp e paçin dhe ne do vazhdojmë ta ndjekim në të gjitha hapat ligjor, do vazhdojmë ta ndjekim ligjërisht çështjen. Dhe ashtu siç e tha edhe Genci me të drejtë, ajo është e papranueshme sepse i gjithë komuniteti është i prekur atje. Kështu që praktikisht ne do luftojmë sepse s'kemi çfarë bëjmë. Pik. Prekur brez pas brezi se ky personi që do vi. Atëherë sapo ka përfunduar seanca gjyqësore për vlerësimin e masë sigurimit, për vlerësimin e arrestimit dhe masë sigurimit në ngarkim të shtetasit Kevi Muçllari. Gjykata vendosi që të vlerësohet i palishëm arrestimi i shtetasit Kevi Muçllari, si dhe të mos saktohet as i masë sigurimi në drejtim të tij, për shkak sepse në vlerësim të rësorë të gjithë situatës dhe dosjes përkatëse, gjykata arrin konkluzionin që nuk ka një dyshim të arsyeshëm për kryerjen e veprës penale të goditjes për shkak detyrës parashikuar nga neni 237 i Kodit Penal. Çfarë ka kërkuar organi i akuzës dhe cili ka qenë qëndrimi juaj? Organi i akuzës kërkoi që të vlerësojë si i lishëm arrestimin në flagrancë, si dhe të caktojë masa e sigurimit dhe detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore. Qëndrimi jonë ishte që të vlerësojë pa lishëm arrestimin për shkak sepse nuk kishim në kushtet e goditjes për shkak detyrës për dy elementë. Së pari nuk kemi goditje, ka patur një shtyrje të përbashkët me personin tjetër të përfshirë në konflikt, dhe së dyti kjo nuk lidhej me detyrën, por lidhej për faktin që ka patur një shtyrje së pari nga personi tjetër dhe më pas ka reaguar instinktivisht shtetasit Kevi Muçllari. Dhe ky qëndrim me sa duket e bindi dhe gjykatën, i shoqëruar dhe me pamjet filmike, fatmirësisht ngjarja përkatëse ishte e filmuar nga shumë media, kishte kamera nga pozicione ndryshme, dhe me sa duket dhe gjykata ka arritur në konkluzion e bindur nga të gjitha këto situata. Si ishte gjendja emocionale e Kevit në momentet e fillimisht ishte i ngarkuar dhe qëndrimi që mbajti në gjykatë ishte që tha që unë nuk jam kriminal, unë kam mbrojtur një qëndrim të cilin e besoj, pra kam qenë në ndihmë të banorëve dhe kam patur kërkoj falje për përdorimin e një fyerje nga ana e tij në drejtim të këshilltarëve, por deri këtu nuk është se ka shkuar për të përdorur element dhumne, përveç momentit ku është gjendur në një shtyrje
dhe instinktivisht ka reaguar edhe indikuar emocionalisht sepse do ta kuptojmë situatën që ka qenë në momentin që ka qenë ngarkuar për shkak të gjithë situatës që është krijuar. Sa i përket ndalimit kreditor, do të ndërmerrni masa për kompensim të dëmit? Do vlerësojmë situatën në vazhdim. Absolutisht kjo mund të jetë një situatë për ta vlerësuar, po do ta vlerësojmë në vazhdim në tërësi situatën. Kjo do thotë se çështja është pushuar? Jo, nuk do thotë që çështja është pushuar. Të drejtën ligjore ka organi i akuzës të vazhdojë të kryejë hetime në lidhje me këtë rast, por deri në këtë moment procedural ky është qëndrimi i gjykatës. Secila prej palëve, pra dhe prokuroria dhe ne mund t'i bëjmë ankim vendimin e gjykatës, ne nuk do t'i bëjmë ankim sepse gjykata pranoi qëndrimin ton, ndërkohë që organi i akuzës ka drejt i bëjë ankim dhe ta vlerësojë një gjykatë më e lartë nëse është i drejtë ose jo vendimi i gjykatës së shkallës së parë. Po normale, po mbajnë 5 lokë në dorë dhe do mbaqallin e trave apo do qërë? Ja të rritë e për të njëjë video e këtë video. Jo, një një tonë, lajnë tonë qatë të më. Hajde dite që la pasiva. Liri drejtësi. ai pesha në të Liri drejtësi. ai pesha në të Po thërisi që thërisi pra të sasin pa thërisi. Se nuk është Interesant. Hajde një afronin, po të të një afronin. Këto se... Ditën e tjeshme, duan faktë dhe data